Tunxha tjeta uroj të jeni mirë. Edi Rama është hedhur në luftë kundër Spakut tashmë që ai kërkon arrestimin e Belinda Ballukut. Ashtu siç ju kisha njoftuar disa ditë më parë kur u mor vendimi edhe pse jo përfundimtar nga gjykata kushtetuese për pezullimin e pezullimit të Belinda Ballukut nga detyra e saj, unë ju kam thënë se kjo do të detyronte Spakun që të merrte një masë më të ashpër dhe erdhi masa menjëherë kërkon Spaku nga Edi Rama dhe nga parlamenti i tij që të lëshojnë imunitetin e Belinda Ballukut. Edi Rama është i terrorizuar sepse po i afrohen prangat atij. Po i afrohen prangat atij është më së e qartë dhe kjo e tregon qartësisht panikun që e ka kapur dhe luftën që ai bën, një luftë që ai e di që nuk do ta fitojë dot. Një luftë që ai e di shumë mirë dhe ka të qartë që nuk ka asnjë mundësi ta fitojë. Po çfarë është duke luajtur Edi Rama? Çfarë po luan Sali Berisha? Çfarë po luajnë lojtarët e tretë? Çfarë po luan Beogradi, Moska, Athina? Elisa Spiropali ka qenë sot në Athinë. Moska po lëviz dhe po i vë flakën Ballkanit, qoftë në Serbi, qoftë në Republika Srpska në Bosnjë, qoftë në Kosovë. Përse tani Putini është hedhur në sulm që po goditen lojtarët e tij në Ballkan? Si po luhet loja e madhe? Si po luhet loja këtu brenda në Shqipëri? Kush po i krijon lojtarët e ri? Çfarë roli ka media e kontrolluar nga Edi Rama dhe nga Sali Berisha në mbajtjen e shqiptarëve të hutuar? Cila është mënyra se si ata po i hutojnë shqiptarët dhe po i mashtrojnë ata me një cirk të cilin ne do ta çmontojmë këtu natë për natë, orë për orë, minutë për minutë. Ardhja e fletës së arrestit apo kërkimi i masës së arrestit, qoftë me burg, qoftë me arrest shtëpie, për Belinda Ballukun është një sinjal i tmerrshëm për Edi Ramën dhe i shton e rrit jashtëzakonisht pulsin dhe frymarrjen e tij e bën më turbolente ky vendim sepse Edi Rama po e kupton shumë mirë që kërcënimet e tij për gjykatën kushtetuese, apo për Spakun, apo për sistemin e drejtësisë, apo për të gjithë ata që ndodhen pas Spakut, duke u treguar atyre në podcastin e të shtunës se ai nuk do të lejojë njëri të hyjë me pistoleta në zyrë, duke nënkuptuar personat e BKH-s, pra që kanë shkuar tek zyra e tij apo tek kryeministria me të armatosur, Rama po i tregon edhe një herë po i dërgon disa mesazhe edhe amerikanëve, edhe Spakut, edhe shqiptarëve, edhe miqve të tij në opozitë, edhe karteleve të drogës dhe të krimit, të cilët ai i kontrollon shumë. I gjithë ky aktivitet tektonik i politikës së Tiranës, e cila po i vjen ngordhja, të cilës po i vjen ngordhja, siç ju kam shpjeguar, shoqërohet me destabilizim të Ballkanit, që do të thotë tentativë për destabilizuar Ballkanin nga Moska dhe nga lojtarët e tretë, që do të thotë sa më shumë të afrohet laku ndaj lojtarëve të Tiranës, aq më shumë dhe lojtarët të tjerë do të tentojnë të lëvizin pllakat tektonike të Ballkanit në mënyrë që të përcjellin mesazh tek projektuesit, formatuesit e ekuilibrave të ri politik në Shqipëri, në trojet shqiptare dhe në Ballkan, që janë kryesisht amerikanët dhe perëndimi, do të marrin mesazh që ne do t'ju aprishim lojën. Ndaj dhe Tirana është hedhur në sulm me të gjitha fuqitë dhe energjitë e saj, por loja e tyre është tërësisht e dekonspiruar, e shpartalluar sepse nuk kanë më lojtar profesionistë. Berisha po përpiqet që të luajë me të gjithë fuqitë e tij, ka mbaruar punë. Rama po përpiqet që të luajë me të gjithë fuqitë e tij, ka mbaruar punë. Po angazhojnë Fevziun, Grida Dumën, Ylli Rakipin, këto studiot e televizioneve, por loja ka mbaruar. Ju e dini, por ndonjëherë edhe nuk e dini. Ndërkohë, Greqia është hedhur në mënyrë agresive me lojtarët e saj pranë mediave të Tiranës, janë hedhur në sulm tek Merobazia, tek shtypi, tek pjesa më e madhe e portaleve,
analistët dhe juristët e Greqisë në Tiranë janë hedhur agresivisht në mbrojtje të lojtares së tyre Belinda Balluku. Përse e bën Greqia këtë? Greqia e bën e vetëdijshme se tashmë e ka humbur edhe Ballukun, edhe Edi Ramën, edhe Berishën, e bën sepse kërkon koncesion më të lartë, kërkon një pazar më të lartë tek lojtarët e lojës së madhe që janë në Washington dhe në Europë. Aq lojtarë sa janë në Europë. Greqia synon të rrisë pazarin e saj duke u avështirësuar lojën aktorëve të mëdhenj të cilët kanë marrë vendim për ta shkatëruar përfundimisht klasën politike hajdute anti-shqiptare. Ju a kam thënë, ata nuk e bëjnë këtë për sytë e bukura të shqiptarëve, as për t'i bërë dhuratë shqiptarëve, se shqiptarët nuk i meritojnë në këtë gjendje që janë, nuk meritojnë asnjë dhuratë, por e bëjnë sepse po u prishen ekuilibrat e tyre gjeopolitik. Ka një agresivitet të shtuar tek të gjitha mediat e Afinës, por edhe tek ato të Beogradit, këtu në Tiranë, sot dhe dje dhe gjatë gjithë këtyre ditëve, i kam parë, janë shumë të alarmuar për këtë që po ndodh dhe janë shumë të alarmuar që me të gjitha përpëlitjet e tyre që janë duke i bërë, nuk po i beson më askush dhe të gjitha lojrat me Lapajn, me Shabanin, me Berishën, me këta, me Salianin, me grupin anti-Berish, me këta që bëjnë sikur shajnë Berishën, janë të gjithë të shitur, janë të gjithë dekonspiruar. Dikush nga ju më thot Kreshnik, po si qenë kanë të gjithë të shitur, po pse vetëm ti je i miri? Jo, unë nuk jam më i miri, por jam ai i cili do t'u atshmontoj kockat dhe do t'u atshmontoj të gjitha skemat të gjithë mashtruesve, dhe kush është i aftë të më ndalë, le ta provoj dhe le ta bëj. Unë ju thras logjikës së shqiptarëve të ndershëm. Unë me të përdalët dhe prostitutat e kësaj race, unë nuk kam asnjë lloj lidhje. Unë me imoralët e kësaj toke nuk kam asnjë lidhje dhe mua nuk më intereson fare, po hiç fare se çfarë mendojnë ata. Unë flas me ajkën, me zemrën dhe me fisnikërinë e këtij kombi, e cila ka dy fije mend në kokë dhe i kupton mesazhet e mia. Jam këtu nga Lëvizja Adheu dhe Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adheu që kupton lojrat e mëdha, as i kemi llogari fare në lojrat e këtyre këtu. Po hiç fare. Ne kuptojmë lojra shumë më të mëdha, skema shumë më të komplikuara, këto skemat e këtyre këtu ne i kemi buk me djathë, si thot populli. Ndaj, aleanca ime këtu është me fisnikërinë e kësaj race dhe të këtij kombi, brenda Shqipërisë dhe në diasporë. Do t'ju po u shpjegoj atyre çdo natë si luhet loja e madhe dhe si luhet loja këtu në Shqipëri, në mënyrë që të shpëtojmë kombin. A janë të gjithë të shitur? Nuk e di unë, këtë vendoseni ju. Çfarë del në Top Channel, në Report TV, në Euronews, në A2 CNN, në ABC News, çfarë del për të folë për politikën shqiptare në këto televizione dhe në ato televizione që unë nuk ua përmend emrin se nuk i kujtoj tani. Çfarë ka Ylli Rakip, Grida Duma, Blendi Fevziu, çfarë ka Studio Prime Time in Dark? I keni të gjithë të shitur. O në Beograd, o në Afin, o ke Rama, o ke Berisha, o tek të dy bashkë. Janë bërë agresiv bashkë me analistët, sepse po u vjen tiktaku i fundit dhe do t'i arrestohet edhe Rama, edhe shokët e tij në opozit. Berisha po përpolitet me të gjitha mundësitë të krijojë një moment të hyjë në lojë dhe të rivjedh, po s'ka më fuqi se nuk ngre peshë. Çuni Fahri Balliu që ka fut aty brenda parlament, me ina zhupat e me këta zhupalitë e tjerë të Sorosit, që i ka futur tek listat, ata janë vdekje pavarros, nuk i shef dot njeri me sy Shqipni. Muli po bë përpjekje me gjithë Albana Vokshin, me gjithë këta tjerët, nuk kanë më karburant, nuk i hecët kërkun. Rama është i terrorizuar sepse e di shumë mirë që kërkesa e Spakut për arrestimin e Belinda Ballukut, që është kutia e zeze e Edi Ramës,
është mesazh për byzylykët që po vinë tek Edi Rama. 2026 është fundi i kapitullit Edi Rama Sali Berisha dhe i shokëve të tyre në opozitë. Tashmë kanë shpresat e fundit që destabilizoj Putini Ballkanin. Kush janë shpresat e tyre të fundit? Do na vinë ndihma nga Beogradi ose nga Athina. Athina nuk i ndihmon sepse Athina i duhet të ketë marrëdhënie të mira me Amerikën në këtë moment, se i kërcen Turku në shpinë dhe ja bën lokma atë skemën atje, bashkë me lojtarët e tjerë që janë atje. Turku nga ana tjetër ka hallet e tij, është zgjeru tamam si themi si Gjermanin vaftit, në lindjen e mesme në Azinë qendrore, po projekton të bëhet fuqi globale. Rusia po vjen me shpejtësi Putinin në Ballkan dhe po aktivizon grupe terroriste serbe në veri të Kosovës, do t'i aktivizoj pa diskutim nëpërmjet Beogradit, nëpërmjet Vučićit, por edhe grupet e tjera terroriste serbe në Bosnjë e Hercegovinë, atje tek Republika Srpska, njerëz të cilët kanë shkuar sot dhe po luftojnë në front me Putinin. Që do të thotë, Putini i ka shkuar dhe i ka marrë mesazhet nga Beogradi, nga Vučići, i cili është koordinatori i shqipfolësve këtu në Ballkan, të cilët janë duke u maskuar me flamur amerikan dhe janë duke bërë lojën e Beogradit dhe të Moskës. Moska me Amerikën diku takohet, diku ndahet. Flas me Amerikën e Trumpit. Dhe kjo lidhet me çështjen e Europës. Por fakti që Amerika e ka braktis Europën apo është duke e braktisur atë, nuk do të thotë në asnjë mënyrë që Amerika do të braktis shqiptarët dhe Shqipërinë, duhet ta bëni këtë ndarje. Është Rama, Berisha dhe lojtarët e tjerë këtu brenda, të cilët përpiqen t'u japin shqiptarëve iluzionin se Amerika është e poshtra dhe Europa është ajo që duhet të plotësojmë standardet e saj, ndaj dhe Edi Rama sot, pa ju tharë boja e vendimit të SPAK-ut dhe e rekomandimit të tij për arrestimin e Belinda Ballukut, që është në film arrestim për Edi Ramën, dhe po i afrohen prangat atij dhe familjes tij, përgjigja e Ramës se kjo është një turp dhe se nuk po plotësohen standardet europiane, pasi në Shqipëri pas ka shumë të paraburgosur sipas Edi Ramës, dhe se drejtësia, thojnë juristët e Athinës, pranë Berishës dhe pranë Edi Ramës, që dalin ke televizionet e prime time-it në darkë, që i kontrollon të gjitha Rama dhe Berisha, kanë dalë dhe kanë thënë është e turpshme kjo që po bëhet ndaj Belinda Ballukut, dhe patyrpësia e këtyre të pafytyrëve është se i thonë popullit, arrestimi i Belinda Ballukut është i paligjshëm, nuk është konform ligjit, dhe detyrimi i parlamentit që të dorëzoj, apo i shumicës pra që është Rama dhe 82 deputetët e tij, ti kërkosh atyre, thonë avokatët e Athinës dhe të Beogradit, pranë Ramës dhe Berishës, një këmbë mbajnë ke Rama, një këmbë mbajnë ke Berisha, dhe unë ua thash, Greqia nuk e bën këtë sepse Greqia beson se mund të përplaset me amerikanët, por e bën sepse do të rrisë pazarin e saj në Washington për çështjet që lidhen me Turqinë. Do t'ju shpjegoj në moment tjetër sepse është lojë shumë më ngatëruar dhe më komplikuar. Rama i kthen përgjigje dhe i thot të gjithë lojtarëve që janë hedhur tashmë në mbrojtje të tij dhe të Belinda Ballukut, mbrojeni lojtarin e Greqisë Belinda Ballukun. Belinda Balluku, e cila nuk ka dorëzuar as tek formularët e deklarimit sa kohë ka qëndru jashtë Shqipërisë kur ka qenë jashtë Shqipërisë. Që do të thotë jemi në një moment tepër të rrezikshëm dhe në një moment ankthi shumë të madh për Edi Ramën dhe për shokun e tij Sali Berisha, të cilët të dy bashkë janë duke gatuar çorbën e fundit me shpresën që të fitojnë kohë gjeopolitike dhe me shpresën që Amerika të shes shqiptarët dhe të tërhiqet nga Ballkani, apo të bëjë një marrëveshje, një deal me Vladimir Putinin për Europën dhe për Ballkanin, dhe këta tanët me miliardat që kanë të futen në një aks i cili nuk kërkon asnjë lloj standardi lirie, demokracie, zgjedhje të lira, dhe vazhdojnë pushtetin e tyre dhe sundimin e përjetshëm.
Rezultati që mua më del, të dhënat që mua më dalin deri në këtë moment, nëse ndryshon rrugës, unë do t'ju atregoj dhe do t'ju them, deri në këtë moment të dhënat e mia janë që Amerika nuk na ka shit akoma deri tani. Çfarë do të bëj Trumpi me Putinin për Europën është tjetër histori. Mua llogarit më dalin deri tani që Trump nuk e ka shitur shqiptarët. As Amerika e thellë nuk i ka shitur shqiptarët, as ka ndërmend të shes. Ndaj është hedh Putinin dhe është bërë agresiv. Ka marrë zemër në Ukrainë dhe do të destabilizoj Ballkanin. Si e përcolli dhe dje mesazhin, ktheu një videos time një natë më parë ku ju them Moska dhe Lavrovi kërcënojnë Ballkanin dhe NATO këtu në Ballkan. Pse është bërë agresive edhe Rusia, edhe Serbia, edhe Greqia? Janë bërë agresive sepse e din që ky është momenti në cilin do të riformatohet dhe do të krijohet, do të strukturohet arkitektura geopolitike, geoekonomike dhe politike dhe kulturore dhe dominanca rajonale e Ballkanit. Përgatitet tani në momentin që do të përgatiten ekuilibrat e ri global në këtë botë të re e cila po lind. Ua kam thënë dje fjalimin e tmerrshëm të kancelarit të shtetit më të fuqishëm të Europës, kancelari Merz, i cili u tha gjermanëve, bëhuni gati për luftë me Rusinë dhe kjo është e pashmangshme dhe mos mendoni se nëse do të largohet në 2028 presidenti Donald Trump, Amerika do të ndryshojë kurs. Dhe kjo është pikërisht ajo që kam thënë në vazhdimsi. Amerika nuk ndryshon politikën e madhe me ndryshimin e presidentëve. Dhe se Trump nuk është një njeri që thot atë që thot dhe që bën atë që bën sepse kështu thot koka e tij. Trump është një biznesmen dhe don ta marrë Amerikën bashkë me grupimin e tij të kompanive, bashkë me lobin e tij të madh, duan të bëjnë para dhe duan të bëjnë biznes. Dhe kjo, me sa duket, është një politikë që i shkon tashmë për shtat Amerikës. Unë kam edhe të dhëna tjera të cilat nuk i shpjegoj dot tani, por orientimi është që Rusia po bëhet agresive tani, bashkë me Beogradin, bashkë me Athinën, dhe po mbrojnë me jetë a vdekje lojtarët e tyre, siç po bëjnë me një hajdute si Belinda Balluku, që e di e gjithë Shqipëria që është hajdute, edhe pse gjyqësori apo ligji prezumon pafajësinë derisa të vërtetohet e kundërta. Nuk ka asnjë shqiptar që ka dyshim që kjo është një qeveri hajdutësh, me Rame, me Balluke, me Velje, me gjithë këta. Problemi është, unë po i shkoj pas fijes së tyre juridikisht, që të jemi korrekt me logjikën e tyre sataniste. Jo sepse populli nuk e kupton që ata janë komplet të shitur. Rama është bërë agresiv në mbrojtjen e Ballukut, kësaj lojtare të Greqisë që e prunë këtu, që i premtoi porte, infrastrukture, tjere, që ju i dini se mos të bim në përsëritje, se minutat tuaja dhe të mijat janë të shenjta. Edhe Berisha po bëhet agresiv për të ruajtur lojën e vet, është bërë agresiv edhe Athina, është bërë agresiv edhe Beogradi, sepse komandanti i rajonit nga Moska është Beogradi dhe Aleksandar Vučići. Aleksandar Vučići nëpërmjet Sorosit dhe nëpërmjet fijeve të tjera bën koordinimin e lojës së Ballkanit për dominancën slave serbe nëpërmjet lojtarëve të tij dhe miqve të tij. Njëri prej më i madh i të cilëve është Edi Rama, që donte shkëmbim territorësh, që thoshte për veriun e Kosovës, veriu i Kosovës territori as kujt, që fliste për mini Schengenin ballkanik, që foli për gjykatën speciale dhe që donte të shkonte mrena natës brenda në Kosovë për t'i bindur ata që të shkonin të votonin gjykatën speciale, sepse duhet i bindeshin perëndimit. Pastaj ra brenda grackës së gjykatës speciale Hashim Thaçi me Kadri Veselin, me Jakub Krasniqin e kështu me radhë, dhe doli prap kundër sepse donte tip tek e barka e Trumpit. Ne kemi shpjeguar të gjitha hap pas hapi. Janë bërë agresiv sepse Aleksandar Vučići i ka thënë Moskës
Putinit tani duhet lëvizësh sepse po humbasim shokët tanë. Po humbasim shokët tanë, shokët e tyre, shokët e Beogradit, shqipfolësit në Tiranë, kush janë, ju e dini. Janë maja e politikës, maja e biznesit, maja e oligarkëve, maja e medjave dhe gjithë pronarët e televizioneve kryesore të Shqipërisë. Këta janë ata të cilët kontrollojnë lojën dhe i mbajnë shqiptarët të mashtruar natë për natë me televizionet e mashtrimit dhe me emisionet e mashtrimit me prime time-in e mashtrimit. Këto lojtarë shqipfolës që punojnë për Beogradin dhe Moskën dhe lojtarë të tjerë janë në të drejtën e tyre për ta bërë këtë, por duhet të mos thonë që ne jemi me Amerikën. Që të ndajmë lojën, të marrim vesh kush është me Amerikën, është me Amerikën, kush është me Rusinë, është me Rusinë, kush është me Serbinë, është me Serbinë, kush është me Greqinë, është me Greqinë, kush është me Turqinë, kush është me Kinën, kush është me secili duhet thotë me kë është. Ne nuk do t'i lejojmë të mashtrojnë shqiptarët. Aleksandr Vučići i ka lëshuar sos Putinit dhe i ka thënë lojtarët tanë nisën t'i humbasin. Athina ka pritur sot Elisa Spiropalin, me të cilën ka folur për çështjet e rëndësishme ndërmjet dy vendeve dhe kanë rënë dakord të dyja palët për domosdoshmërinë e rinisjes së dialogut mes Tiranës dhe Athinës, çka unë personalisht mendoj se është një gjë shumë e rëndësishme. Por pala greke, fqinjët tanë grek, kanë refuzuar që të hynë në të thella. Çdo të thotë kjo Krishnik, fqinjët tanë grek janë mjaftuar të flasin dhe t'i kujtojnë Elisa Spiropalit, ministres tonë të jashtme, t'i kujtojnë asaj vetëm dosjet që lidhen me dhëmballat që i dhembin grekëve. Jugu i Shqipërisë, minoriteti grek, titujt e pronësisë të lidhura me minoritetin grek, dhe kanë lënë pa prekur pak çështjen e detit që është e lidhur me gazin dhe me naftën e fëmijëve tuaj dhe të fëmijëve tanë atje në jug të Jonit, në jug të detit të Shqipërisë, ku pritet të delimitohen në kufit, siç e ka bërë dhe Greqia me Italinë. Që do të thotë, Greqia, duke qenë që ka një ligj lufte me Shqipërinë, nuk flet dot për titujt e pronësisë së shqiptarëve në Çamëri, pra për çështjen e Çamërisë, sepse ka një ligj lufte. Dhe për këto tema nuk ka preferuar të flasë. Greqia flet vetëm për çështjet që lidhen me interesat e saj. Dhe kjo në fakt e minon dialogun dhe këtë pala greke e justifikon me idenë që askush që është në pushtet në Athinë nuk ka mundësi që të hapë çështje sensitive si ligji i luftës, si Çamëria, si çështje të tjera që lidhen me të drejtat historike shqiptare, sepse ka kosto të lartë politike. Që do të thotë, të gjitha palët në këtë moment po luajnë në mënyrë agresive, në mënyrë që fundi të jetë i shqiptarëve. Aleksandr Vučići e ka lëshuar kushtrimin në Moskë dhe i ka thënë, po humbim lojtarët tanë, dhe Rama me Berishën i kanë thënë Athinës, ne po humbim lojtarët tanë, nëse humbim edhe Belinda Ballukun, që është shefja e kutisë së zezë së qeverisë së Edi Ramës. Belinda Balluku nesër nëse shkon në Amerikë, nëse fiton statusin e të mbrojturës dhe nxjerr të gjitha lakrat, ajo do të tregojë gjithashtu nëse është detyruar nga Edi Rama që t'i bëj të gjitha ato që ka bërë apo i ka bërë me kokën e vet. Rama pson lëkundje të tmerrshme në frymëmarrjen e tij dhe në psikikën e tij të lodhur tashmë, nëse vetëm ideja që Belinda është në duart e Hasmit, kjo e terrorizon Edi Ramën. Ndaj dhe Edi Rama ka bërë sulm të menjëhershëm sot ndaj këtij vendimit të Spakut dhe ai këtë është duke e bërë sepse kërkon të blej kohë për Belinda Ballukun në mënyrë që ta shtyjë atë, ta detyrojë atë që ta arratiset. Rama nuk e do këtu Belinda Ballukun dhe unë ju a kam thënë përpara disa emisioneve që Belinda duhet të mbrohet që të mos e eliminojnë, sepse ajo është kutia e zezë që di pikat nevralgjike të gjitha koncesioneve gjeopolitike që janë luajtur nën tryez ndërmjet Ramës dhe
asistentes së tij apo ndërmjetëses së tij Belinda Balluku. Belinda nuk është lojtar normal, është nyje vendimarrëse në energji, infrastrukturë, gjeopolitik dhe sigurinë kombëtare. Tendera, infrastrukturë, miliarda e miliarda euro. Ajo ka firmosur për vendime të mëdha dhe të rëndësishme dhe është hallk e rëndësishme që lidh interesat gjeopolitike, ekonomike dhe kriminale që mbajnë të lidhur. Prandaj, Rama nuk mundet ta lëshojë sepse i kputet zinxhiri. Po ju hap zinxhiri, do t'i dalin hallatet për jashtë. Ju e kuptoni mirë se çfarë ndodh. Ndaj, Rama flet për të paraburgosur të shumë çfarë synon ai të bëjë me këtë, është mesazh indirekt për Spakun, që duke i thënë Spakut, pra ju jeni duke shkuar shumë larg dhe po na godisni themelet, pra bëuni gati për luftë. A është Rama në gjendje të marrë garanci, qoftë nga Athina që don ta mbrojë Ballukun, apo nga avokatët e Athinës, apo dhe nga Beogradi, apo dhe nga lojtarë të tjerë, a mund të marrë Rama garanci që mund ta mbështesin ata të bëjnë luftë ndaj Amerikës që po bie, i thonë Ramës, Amerika ka rënë, kanë rënë puklat, e ka humb lojën, e ka humb leadershipin e botës, është bërë shtet i papërfillshëm, ndaj mund t'i shpallësh luftë Amerikës, nuk ka asnjë lloj problemi, mund ta bësh këtë. Dhe na keni nga mbrapa. Rama ka probleme të forta me këtë, se Rama nuk është burr, nuk është përgatitur për burg. Ka probleme me frymarrjen, ka probleme me psikikën, ka probleme me botën tjetër, ka probleme me jetën, me vdekjen, me këto konceptet themelore filozofike. Ndaj nuk i mban dot lojëra kaq të mëdha dhe besoj që Gjoksin ja trondit fort ideja që ai mund të hyjë në luftë me Amerikën. Çfarë ndodh nëse Balluku nuk largohet dhe Rama nuk e dorëzon atë? Rama do të jetë i detyruar të bëj bllokim institucional, bllokohet kuvendi, shumica bën presion ose nis përplasjen direkte me Spakun dhe me amerikanët. Dhe kjo nuk është më çështje që lidhet me Ballukun, por është përpëlitja e fundit e Edi Ramës. Po i vjen fundi miq. Besomni, mbajni shënim këto që po ju them. Sa më shumë të përpëliten, aq më shumë po ju vjen fundi, edhe Ramës, edhe Berishës. Sa po ka dalë vendimi për Ballukun, Berisha ka bërë sot kushtrimin, prap do dalim shesh, nuk duroj më, do bllokojmë Tiranën, se i ka thënë Rama hidhun loj tani, futun loj se mos na piu e zezat, na hyr në i lojtar i dytë apo i tretë në loj, që ne nuk e kontrollojmë, të paktën ta shtym sa ta shtym kështu siç jemi. Rama ka mbaru miqtemi, edhe shoku i tij ka mbaru, media tani çfarë bën? Edhe i herë mediat janë pronarët e tyre, i kanë ata që ju i njihni mirë, ka 10 media kryesore edhe 10 portale kryesore. Ato kanë 10 gazetar prime time në darkë që janë direkt të lidhur me lojtarët rajonal dhe me armiqt tradicional të Shqipërisë, pavarësisht se mbajnë flamur amerikan. E kemi shpjeguar. Loja e këtyre, A2 CNN, Euronews, Top Channel, Klani, ABC News, Report TV, Carlo Bolin, gjithë roli i këtyre në këtë moment është të mbajnë shqiptarët të hutuar dhe të çojnë vendin në kolaps. Si çohet vendi në kolaps? Duke prodhuar figura të reja false. Natë për natë, siç e shihni, e çojnë mikrofonin tek Adriatik Lapaj. Nuk e bin kur mikrofonin ke Krishnik Osmani. Apo tek lojtarë të tjerë, vetëm tek Adriatik Lapaj. Ju do të më thoni edhe një herë, o Krishnik, po pse gjithë qenë kanë të këqij? Unë nuk e di çfarë janë të këqij. Unë mund t'ju them vetëm një gjë, është e tmerrshme se sa e madhe dhe sa e frikshme është sasia e njerëzve të poshtër që ka prodhuar ky popull fisnikësh. Po ky nuk është faji im. Unë po ju flas me fakte. Nuk ka mundësi, zero mundësi, që të ofrohet mikrofoni i një televizioni, në qoftë se nuk jep leje Edi Rama. Ndaj Adriatik Lapaj është zari i tyre. E bëri lojën me Shabanin, ju a kam shpjeguar, mos e përsërisim, e detyroi Rama dhe Berisha që Shabani dhe Lapaj të bëheshin bashkë. Të parin e morën Sorosianin, e çuan
avokat populli, ndërsa këtë dytit i thanë shko merr karrige ngulu para kryeministrisë. Pse? Pasi i dogji 70.000 votat bashkë me Shabanin, ai duhet të mashtrojë tashmë shqiptarët që kur të lind nesër një opozit, pasi të përfundoj Rama dhe Berisha, cikli i tyre ka mbyllur, Rama arrestohet miq. 2026 nuk e gjen më. Pra 2026 është fundi i Edi Ramës. Dhe Berisha e di këtë mirë. Çfarë do të bëjnë? Athina dhe lojtarë të tjerë në rajon bashkë me Beogradin, e mbani mend atë tezën e Adriatik Lapajt, apo Halla, apo Goca Tezës që është ajo, e keni pasi flet shqip me theks greqisht, nuk e ka iden ajo është produkt avatar. Dhe Adriatiku nuk ka turp, del në mes të njerëzve dhe u thot, unë do të jem shpëtuari i shqiptarëve. Unë do të jem kryeministri i ardhshëm i shqiptarëve. Ndërkohë që ai është lojtari i tyre. Lojtarët e rajonit, bashkë me pronarët e televizioneve në Shqipëri, që janë oligark, bashkë me lojtarët e Beogradit, që janë gazetarët e studiove kryesore dhe të prime time-it, janë duke krijuar lojtarët e rezervë, që kur të iki Rama dhe Berisha, ata vazhdojnë të kenë ndikim këtu. Bukur në i theu Kreshnik, po si do ta zgjidhim këtë punë? Do ta zgjidhim duke organizuar bashkë, do të ketë një organizim shumë të madh që do ta bëjmë shumë shpejt bashkë, do ju oftoj për hapat, vetëm nuk mundemi të hyjmë këtij organizimi pa kuptuar mirë kulisat dhe këto që ne po ju shpjegojmë. Mediat duan t'i mbajnë shqiptarët të shpërqendruar dhe për llogari të oligarkëve që janë pronarët e këtyre mediave, që paguajnë para nga të marra nga Edi Rama për këta gazetarët, duan të shpërqendrojnë shqiptarët dhe t'i krijohet iluzioni i alternativave politike, duke i mbajtur të karikuar emocionalisht. Ky është teatr thjesht për të fituar kohë. Nuk ja dalin dhe nuk sillin dot zgjedhje, sepse loja e tyre ka mbaruar. Loja e tyre ka mbaruar. Edi Rama do të arrestohet. Berisha ka mbaruar, nuk e shpëtojnë më dot njëri tjetrin. Kërkojmë vetëm vëmendjen tuaj dhe të gjithë shqiptarëve që të bëhemi gati për momentin e ardhshëm dhe të ruajmë me kujdes. Nuk jeni vetëm, keni miq të mëdhej, keni aleat të mëdhej, nuk jeni vetëm. Kaq mund të them për momentin. Vučići e dha alarmin në Moskë, po na heqin lojtarët, që do të thotë dobësim i dominancës së Serbisë në Ballkan dhe në trojet shqiptare, ndaj dhe kërcënimi i Putinit ka ardhur dhe është bërë agresiv në tentativë për të destabilizuar Bosnjën dhe Kosovën me grupet kriminale dhe terroriste. Këto biseda duhet t'i dinë shqiptarët brenda Shqipëri, ata në diasporë dhe ata në Amerikë. Duhet t'i kuptoni mirë këto skema, të paktën t'i dini se çfarë po ndodh. Dhe duhet t'i dëgjojnë pjesa tjetër e shqiptarëve, sepse këto biseda, në këtë shpjegim, në këtë mënyrë të shpjeguar, nuk do t'i gjeni në asnjë televizion të Tiranës. Televizionet e Tiranës kanë një urdhër: të mbajnë shqiptarët të karikuar me Sali Berishën, me ata që duan të rrezojnë Sali Berishën, me Sali Hanjën, me Grida Dumën, me Fevziun, me Adriatik Lapaj, që i shkoi Fevziu atje për t'i dhënë karikim dhe për t'i dhënë legjitimitet, me Ylli Rakipin që bën teatr natë për natë, në mënyrë që t'ju mashtrojnë ju, miqtemi të dashur, shqiptarë të ndershëm, të cilët e kuptoni shumë mirë dhe duhet ta kuptoni në detaje këtë që po ja shpjegojmë ekskluzivisht nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu, i vetmi formacion politik sot në Shqipëri, i cili nuk është i kapur dhe nuk ka shans të kapet nga tentakulat e pista të Ramizalis, që themeluan lojën 90-91 dhe na mbajtën me 35 vjet skenar mashtrimi me iluzionin e pluralizmit politik, integrimeve europiane dhe integrimeve euroatlantike. Kjo ishte loja e tyre mbaroi, prangat Edi Ramës po bëhen gati, prangat e shokëve të tij në opozit po bëhen gati dhe zullumqarët e Shqipërisë do t'u vijë fundi. Kjo nuk do të thotë që ju duhet të rini të shikoni, të ngroheni, të ndizni kondicionerin sobën, të piqni gështenja edhe të pini verë ose salep, por duhet të merrni përgjegjësitë tuaja ju bashkë me ne, sepse nuk bën historia dhurata. Dhe jemi në momentin kyç të historisë ku entitete shtetërore do të lindin dhe të tjera do të zhduken.
Unë jam Krishnik Osmani, për gjithë ju që më shihni për herë të parë, kërkoj nga ju të gjithë që nuk i keni bërë subscribe kanalit, t'i bëni ati subscribe, ta përcjellni këtë mesazh tek pjesa tjetër e shqiptarëve, sepse shumë e rëndësishme t'i dëgjojnë këto shpjegime kështu. Fundi i Ramës dhe i Berishës është tashmë i pashmangshëm, janë vetëm përpolitjet e fundit me Lapaj, me Shaban, me Fevzi, me televizione, me Grida Duma dhe me këta, për t'ju hutuar dhe për t'i dhënë mesazh Beogradit dhe lojtarëve të tretë që këta po e bëjnë përpjekjen e tyre dhe se kërkojnë ndihmë që t'i shpëtojnë nga spaku, nga drejtësia dhe nga mallkimi i shqiptarëve, i cili dyert e të qiellit janë hapur pra për ta. Duke qartë, dyert e qiellit janë hapur për mallkimin e shqiptarëve ndaj kësaj klase hajdute anti-shqiptare, dhe besoj jemi në rrugën e duhur, por duhet marrim rolin ton historik, të ngrihemi në këmbë dhe të bëjmë gati grushtin e fundit. Kaq për sonte, pjesën tjetër ju e dini, vijon në numrin e ardhshëm.